Në një moment kur çmimet e benzinës dhe naftës po kapin shifrën rreth 2.1 euro për litër në qytetet e mëdha e shumë më tepër në rrethe apo ishuj, qeveria greke shpalli një paketë të remasash për të përballuar rritjen e vazhdueshme të tyre si pasojë e tensioneve dhe luftës në lindjen e mesme. Me një mesazh televiziv, kryeministri Kyriakos Mitsotakis njoftoi 4 ndërhyrje tek çmimet për muajt prill dhe maj, me një kosto totale rreth 300 milion euro, me synim mbrojtjen e familjeve dhe ekonomisë nga vala e shtrëngtimit. Masa kryesore është subvencionimi i naftës për automjetet. Shteti do ta subvencionojë në rrjetin e shpërndarjes me 16 cent për litër. Kjo do të thotë se përfitimi për konsumatorin, por edhe për profesionistin në çmimin përfundimtar me TVSH do të arrijë në 20 cent për litër. Paketa përfshin edhe ndihmë për sektorin bujqësor me subvencionimin prej 15% të kostos së plerave kimik, si dhe kompensim për kompanitë e transportit detar, me kusht që të ofrojnë zbritje në biletat e udhëtimit në mënyrë që çmimet të mbeten në nivelin e vitit të kaluar. Qeveria thekson se fondet do të sigurohen nga buxheti i shtetit dhe nga taksimi i fitimeve të operatorëve të lojrave online, ndërsa paralajmëron se do të mbajë rezerva në rast të përkeqësimit të situatës ekonomike globale.